Nga 1300 njerëz që ende flasin një nga gjuhët më të vjetra në planet, vetëm 300 zgjohen çdo ditë pa e ditur nëse do të hanë. Jo për shkak të varfërisë në kuptimin që ju njihni. Për shkak të zgjedhjes stërgjyshore. Hadzabe jetojnë prej 50.000 vjetësh në të njëjtën mënyrë, në të njëjtat toka, duke gjuajtur të njëjtat kafshë me të njëjtat teknika. Derat e egër, antilopat, babunët. Të gjithë të vrarë me harqe të bërë nga degët dhe shigjeta të zhytura në helm vdekjeprurës. Ju jeni gati të hyni në laboratorin e fundit të gjallë se si njerëzimi mbjetoi para se të shpikte bujqësinë. Nëse jeni të apasionuar pas kafshëve të egra dhe dokumentarëve të vërtet, mos e lini këtë video. Shikoni deri në fund, regjistrohuni tani në kanal dhe komentoni nga ku po shikoni. Dielli ende nuk ka lindur mbi liçenin e Yasi, në veri të Tanzanisë. Temperatura ra në 15 gradë gjatë natës, por askush nuk u ankua. Nuk ka batanie. Nuk ka tendë. Vetëm lëkur antilope të shtruara mbi tokën e thatë dhe nxehtësia e prushit që mbjetoi deri në agim. Një burr ngrihet pa bërë zhurmë. Këmbët e tij të zbathura njohin çdo gur, çdo deg, çdo kurth natyror të terrenit. Ai kap harkun e mbështetur pas një baobabi dhe kontrollon shigjetat një nga një. 3 prej tyre i kanë majat e mbuluara nga një substancë e zezë dhe ngjitse. Helm. Diferenca midis kthimit me mish ose kthimit me duar bosh. Kampingu strehon afërsisht 25 persona në këtë kohë të vitit. 8 burra të rritur. 9 gra. 6 fëmijë të moshave të ndryshme. 2 pleq që kanë kaluar të 60-tat, moshë e jashtëzakonshme për çdo standard historik. Kasollet janë struktura të përkohshme, të montuara në më pak se 2 orë duke përdorur degë të gërshetuara dhe barë të thatë. Duken të brishta. Janë të brishta. Nuk kanë nevojë të zgjasin më shumë se disa javë para se grupi të zhvendoset në një pikë tjetër të territorit. Territori Hadzabe ndodhet vetëm 50 kilometra nga gryka e Olduvai, vendi që shkencëtarët e quajnë djepi i njerëzimit. Atje u gjetën fosilet më të vjetra të paraardhësve tan direkt, që datojnë gati 2 milion vjet më parë. Hadzabe nuk kanë nevojë për muze për ta kuptuar këtë. Ata janë muzeu i gjallë. Gjenetika e tyre është aq e vjetër sa studiuesit e Harvardit zbuluan diçka shqetësuese. Adnia e Hadzabe është më afër popullsive të para që u larguan nga Afrika se sa çdo grupi tjetër afrikan aktual. Ata mbartin fjalë për fjalë kodin origjinal të llojit njerëzor. Por çfarë do të thotë të zgjohesh çdo ditë dhe të dish se vakti yt i ardhshëm varet ekskluzivisht nga aftësia jote për të gjetur, ndjekur dhe vrarë një qenie tjetër të gjallë? Hadzabe nuk kanë frigorifer. Nuk kanë qilar. Nuk kanë rezerva emergjence. Çdo agim fillon një kërkim që mund të zgjas orë të tëra ose të përfundojë në minuta, varësisht nga fati, sezoni dhe drejtimi i erës. Gjatë sezonit të thatë, nga qershori në tetor, kafshët përqendrohen në pak pikat e ujit që mbeten. Kjo e bën gjuatin më të parashikueshme. Gjatë shiut, vegetacioni shpërthen në të gjelbër dhe preja shpërndahet në territore të pafundme. Ushqimi bimor shtohet, por mishi bëhet më i vështirë. Deri i egër është një nga gjuetit më të vlerësuara. 2 lloje banojnë në rajon, deri afrikan, javali, me dhëmbët e tij karakteristik të lakuar që mund të çajnë mishin e një burri të rritur, dhe deri i pyllit, më i vogël por një lloj agresiv kur zihet ngushtë. Një der mashkull i rritur mund të peshojë deri në 150 kg. Kjo barazohet me peshën e 2 burrave Hadzabe së bashku. Vrasja e një kafshe të tillë me hark dhe shigjet nuk është vetëm e vështirë. Është potencialisht fatale. Gjuetarët dalin në grupe prej 2 ose 3 personash. Radhë herë më shumë. Zhurma është armiku. Hadzabe kanë zhvilluar një komunikim pothuajse telepatik gjatë gjuatisë. Gjeste minimale. Shikime. Lëvizje të kokës të pakuptueshme për çdo që nuk e njeh kodin. Ata mund të kalojnë orë të tëra në heshtje absolute, duke gjurmuar gjurmët në pluhur, duke identifikuar jashtëqitjet e freskëta, duke lexuar shenja që do të ishin të padukshme për çdo person të jashtëm. Një gjurmë e derit të egër tregon një histori të tërë për atë që di ta lexojë. Thellësia e gjurmëve tregon peshën e kafshës. Distanca midis tyre zbulon shpejtësinë. Modeli tregon nëse po ecte i qetë apo po ikte nga diçka. Jashtëqitjet e freskëta konfirmojnë se sa kohë ka që ka kaluar andej.
Shenjat e feçkës në tokë tregojnë se ku kafsha ka gërmuar në kërkim të rënjeve ose insekteve. Qimet e mbetura në gjemba zbulojnë lartësinë dhe ngjyrën e gëzofit. Hadzabe i procesojnë këto informacione në çast, ashtu siç lexoni ju një mesazh në celular. Për ta, toka është një ekran që nuk ndalon kurrë së përditësuari. Kjo aftësi leximi nuk është mistike. Është trajnim intensiv që nga fëmijëria. Një djalë Hadzabe shoqëron gjuetit edhe para se të di të ecë mirë, i mbajtur në shpinën e nënës, ndërsa ajo mbledh fruta dhe rënje pranë grupit të gjuetisë. Rreth moshës 3 vjeçare, ai tashmë luan me harqe miniatura të bëra posaçërisht për madhësinë e tij. Në moshën 6 ose 7 vjeçare, ai arrin të godasë zogj të vegjël në distancë të shkurtër. Në moshën 10 vjeçare, ai prodhon shigjetat e veta. Çdo etapë e zhvillimit shoqërohet nga vëzhgimi i drejtpërdrejt i më të rriturve. Nuk ekziston shkollë formale. I gjithë territori është klasa e mësimit. Kur gjejnë gjurmën e duhur, ndjekja fillon. Mund të zgjas 20 minuta. Mund të zgjas 5 orë. Deri i egër është inteligjent dhe dyshues. Në shenjën më të vogël të rrezikut, ai vrapon drejt ferishteve më të dendura, ku gjembat çajnë lëkurën e kujtdo që tenton ta ndjekë. Gjuetarët duhet të parashikojnë se ku do të shkojë kafsha, jo vetëm të ndjekin se ku shkoj ajo. Kjo kërkon njohuri intime të territorit. Dekada përvoje të akumuluar. Kujtesë për çdo ravin, çdo formacion shkëmbor, çdo korridor natyror midis vegjetacionit. Harku Hadzabe është një vepër inxhinierike befasuese. I bërë nga druri lokal, zakonisht nga pemët e quajtura Kongoroko, ai zhvillon një forcë tërheqëse prej afërsisht 300 newtonësh. Për krahasim, harqet olimpike moderne gjenerojnë rreth 210 newton. Harku Hadzabe është më i fuqishëm se pajisjet e përdorura në kompeticionet ndërkombëtare. Studimet shkencore matën shpejtësinë e shigjetave, 45 metra në sekondë. Një shigjet Hadzabe përshkon ajrin më shpejt se shumica e topave të tenisit profesional. Por forca brutale nuk mjafton kur objektivi yt mund të të vrasë mbrapsht. Këtu hyn helmi. Hadzabe përdorin kryesisht 2 bimë për të prodhuar toksinat e tyre vdekjeprurëse. E para është Adenium obesum, e njohur si trëndafili i shkretëtirës. E dyta është Strophanthus emini. Të dyja përmbajnë glikozide kardiake, substanca që ndërhyjnë drejt për drejt në funksionimin e zemrës. Kur shigjeta depërton në mishin e kafshës, helmi hyn në rrjedhën e gjakut. Së pari vjen dobësia. Pastaj çorientimi. Kafsha fillon të lëkundet sikur të ishte e dehur. Së fundi, zemra ndalon. Koha varion sipas madhësisë së prejes. Një zog i vogël mund të vdesë në sekonda. Një der i egër prej 100 kilogramësh mund të marrë më shumë se një orë. Gjatë kësaj kohe, gjuetarët ndjekin prenë e plagosur duke vëzhguar shenjat e helmimit progresiv. Ata e dinë saktësisht kur gjurma fillon të bëhet e çrregull, kur kafsha ndalon për të pushuar më shpesh, kur është gati të rrëzohet. Përgatitja e helmit është një ritual që kërkon saktësi dhe kujdes ekstrem. Burrat mbledhin pjesë specifike të bimëve, zakonisht trungun miqtor të trëndafilit të shkretëtirës, i cili përmban përqendrimin më të lartë të toksinave. Ata e shtypin drurin derisa të formohet një tul, e zjejnë në ujë derisa të avullojë lëngu dhe të mbetet një substancë e zezë dhe viskoze. Kjo pastë aplikohet në majat e shigjetave, menjëherë poshtë majës metalike. Kur në vetë majën. Kjo lejon që shigjeta të depërtojë e para, duke krijuar plagën, dhe vetëm pas kësaj helmi të bjerë në kontakt me rrjedhën e gjakut. Nuk ekziston kundërhelm. Një fëmijë Hadzabe mëson që herët të mos luaj kurrë me shigjetat e helmuara që qëndrojnë të shpërndara nëpër kamping. Një gërvishtje aksidentale mund të jetë fatale. Burrat e trajtojnë helmin me një respekt që i afrohet nderimit. Para se ta aplikojnë në projektil, disa provojnë pika të vogla të gjakut të preve të plagosura për të matur intensitetin. Sa më i hidhur, aq më i fortë efekti. Është shkencë empirike e rafinuar nga mijëra vjet prova dhe gabime. Mendoni se çfarë do të thotë kjo në terma të njohurive të akumuluara. Gjenerata gjuetarësh duke eksperimentuar me bimë të ndryshme. Duke vëzhguar rezultatet. Duke rregulluar dozat. Duke zhvilluar teknika ekstraktimi. E gjithë kjo pa shkrim, pa laborator, pa asnjë regjistrim formal. Njohuria kalon nga babai te djali përmes praktikës së drejtpërdrejtë.
Një djalë Hadzabe fillon të shoqëroj gjuetit rreth moshës 5 vjeçare. Në moshën 10 vjeçare, ai tashmë prodhon harkun e tij. Në moshën 15 vjeçare, merr pjesë aktive në ekspedita. Në moshën 20 vjeçare, konsiderohet një gjuetar i plodh. Deri afrikan përfaqëson testin përfundimtar. Ndryshe nga preja më e vogël që ikën në shenjën e parë të kërcënimit, deri i egër mund të vendosë të sulmojë. Dhëmbët e tij të poshtëm rriten vazhdimisht dhe mprehen pas atyre të sipërmve, duke formuar teje natyrore të afta për të hapur plagë të thella. Një sulm i drejt për drejt në këmbë mund të rrëzojë një burr dhe ta lërë atë vulnerabël ndaj goditjeve pasuese. Gjuetarët me përvojë mbajnë shenja që tregojnë histori takimesh pothuajse fatale. Teknika e preferuar për derat e egër përfshin pritjen e natës. Gjatë sezonit të thatë, kafshët kanë nevojë të pinë ujë. Pak burime uji që mbeten bëhen pika takimit të detyrueshme. Hadzabe i identifikojnë këto vende dhe pozicionohen rreth tyre, plotësisht të palvishëm, duke pritur që preja të shfaqet. Mund të kalojnë të gjithë natën të mbledhur midis shkëmbimeve, duke duruar të ftohtin, mushkonjat, akrepat. Heshtja është absolute. Çdo zhurmë mund të alarmojë deri në qindra metra distancë. Gjuetarët kontrollojnë edhe frymëmarrjen, duke thithur ajrin ngadalë përmes hundës, duke e nxjerrë pazë përmes gojës gjysmë të hapur. Kollitja më e vogël, kërcitja më e vogël e një dege në mpeshën e trupit, do të thotë orë të tëra pritjeje të çuara dëm. Disa veteran arrin të qëndrojnë në të njëjtin pozicion për më shumë se 6 orë rresht pa u lëvizur. Është një disiplinë fizike dhe mentale që pak atlet moderne do të mund ta barazonin. Kur deri më në fund afrohet për të pirë, gjuetari ka vetëm sekonda për të shënjestruar dhe goditur. Distanca ideale është midis 15 dhe 30 metra. Më afër rrezikon të detektohet nga nuhatja e mpreth e kafshës. Më larg komprometon saktësinë. Drita e hënës, kur ekziston, ndihmon në shënjestrim. Në netët më të errëta, gjuetarët varen pothuajse ekskluzivisht nga dëgjimi për të lokalizuar prenë dhe nga kujtesa muskulore për të goditur. Nëse shigjeta e parë godet objektivin, fillon pritja. Nëse dështon, deri i egër zhduket në errësirë dhe orë të tëra pozicionimi humbasin. Shkalla e suksesit varion jashtëzakonisht. Gjuetarët veteran godasin afërsisht 7 në 10 gjuajtje në distanca mesatare. Të rinjt ende në trajnim mund të dështojnë në më shumë se gjysmën. Diferenca midis njërit dhe tjetrit shpesh përcakton nëse kampingun ha mish atë javë apo mbijeton vetëm me rënjë dhe fruta. Si është e mundur që një popull të jetojë kështu për 50.000 vjeçar ndërsa gjithë pjesa tjetër e njerëzimit ka ndryshuar radikalisht? Përgjigja qëndron te gjeografia. Liçeni e Jasi zë një depresion prej më shumë se 1000 metra shkatror në luginën e Riftit, i rrethuar nga shpate vulkanike dhe terren i thyrë. Gjatë shekujve, kjo barierë natyrore mbrojti Hadzabe nga pushtuesit. Kur kolonizatorët gjerman erdhën në fund të shekullit të 19, Hadzabe thjesht u fshehën. Kur britanikët morën drejtimin pas luftës së parë botërore, u përpoqën t'i detyronin të stabilizoheshin dhe të mbyllnin. Dështuan. Kur qeveria tanzaniane e pavarur ofroi toka dhe mjete bujqësore, Hadzabe i pranuan me mirësjellje, braktisën gjithçka në pak javë dhe u kthyen në pyll. Kjo nuk do të thotë se ata jetojnë të izoluar nga bota moderne. Hadzabe tregtojnë me fise fqinje prej shekujsh. Shkëmbejnë lëkurë dhe mish për maja metalike për shigjetat e tyre. Fillimisht përdornin kock ose gur. Tranzicioni drejt metalit ndodhi gradualisht, ndoshta në 200 vitet e fundit. Sot, majat bëhen nga gozhd të mëdha ose mbetje metalike, të rrahura në të ftohtë derisa të formohet teha e dëshiruar. Është një përshtatje praktike që nuk ka ndryshuar rrënjësisht mënyrën e jetesës. Litarët e harkut gjithashtu kanë ndryshuar. Dikur bëheshin nga tendinat e kafshëve, tani shpesh përdoret najloni komercial, i marrë përmes shkëmbimit me fise bujqësore fqinje si datoga. Najloni zgjat më shumë dhe i reziston më mirë lagështisë. Hadzabe nuk shohin kontradikt në adoptimin e materialeve moderne. Nëse funksionon më mirë, e përdorin. Ajo që nuk lëshojnë është parimi themelor, të gjuash, të mbledhësh, të ndash, të lëvizësh lirisht. Dielli është lart kur grupi i gjuetarëve kthehet në kamping. 3 burra. Një derë pylli prej afërsisht 40 kg i varur në një degë që 2 prej tyre e mbajnë në supe. I treti vjen pas duke vëzhguar. Gjaku ende rrjedh nga plaga në anën e kafshës.
Shigjeta hyri menjëherë pas shpatullës duke shpuar mushkërinë. Helmi bëri pjesën tjetër. U desh pak më shumë se një orë që deri të binte përfundimisht. Kampingu vihet në lëvizje të menjëhershme. Gratë përgatisin zjarrin ndërsa burrat fillojnë të procesojnë kufomën. Nuk ekziston kasap i specializuar. Çdo burr i rritur di se si të çmontojë një kafshë. Prerja e parë heq lëkurën, e cila do të shtrihet dhe do të thahet për përdorim të mëvonshëm. Mund të kthehet në çantë, këllëf për shigjeta, ose material shkëmbimi me fise fqinje. E dyta hap zgavrën e barkut për të nxjerrë organet. Zorët zbrazen dhe pastrohen. Stomaku do të përdoret si enë për ujë ose yndyrë. Asgjë nuk shkon dëm. Absolutisht asgjë. Edhe kockat kanë dobi, qoftë si mjete, qoftë si lëndë e parë për artefakte të tjera. I gjithë procesi merr më pak se një orë kur kryhet nga duar me përvojë. Fëmijët vëzhgojnë çdo lëvizje, duke përthithur teknikat që do të përdorin gjatë gjithë jetës së tyre. Një vajzë 8 vjeçare tashmë e di se cilat pjesë janë të ngrënshme menjëherë dhe cilat kanë nevojë për përgatitje të veçantë. Një djalë 10 vjeçar mund të identifikojë organet e sëmura që mund të kontaminojnë mishin. Kjo njohuri anatomike praktike te i kalon atë të shumë studentëve të biologjisë në vendet e zhvilluara. Ekziston një hierarki në shpërndarjen e mishit. Gjuetarët që realisht vran kafshën kanë të drejtë në disa pjesë që konsiderohen speciale. Zemra, veshkat, mëlçia, gjuha, organet gjenitale. Këto porcione quhen epeme, term që gjithashtu emërton burrat e rritur që kanë vrarë tashmë gjatë të madh. Njëri hadzabe bëhet epeme vetëm pas prerjes së tij të parë të madhe. Zakonisht kjo ndodh rreth moshës 20 vjeçare. Para kësaj, ai nuk mund të marrë pjesë në vaktet rituale ku konsumohen këto pjesë fisnike. Por pjesa tjetër e mishit u përket të gjithëve. Fjalë për fjalë të gjithëve. Nuk ekziston koncepti i pronësisë individuale mbi ushqimin. Gjuetari më i aftë i grupit merr të njëjtin porcion si ai më i paafti. Fëmia i sapo lindur ka të drejtë të barabartë me plakun më të respektuar. Ky sistem i ndarjes radikale është ai që mban kohezionin social prej 1000 vjeçarësh. Askush nuk grumbullon. Askush nuk vuan nga uria ndërsa një tjetër ha tepër. Pabarazia thjesht nuk ka kuptim kur mbijetesa jote varet drejt për drejt nga bashkëpunimi. Vëzhgoni se çfarë ndodh kur një gjuetar i vetëm arrin një pre veçanërisht të madhe. Një bualle, për shembull, ose një gjiraf. Kafshët e këtij madhësie ofrojnë mish të mjaftueshëm për të ushqyer 30 persona për disa ditë. Por hadzabe nuk kanë si ta konservojnë këtë tepricë. Nuk njohin krip të mjaftueshme për ta tharë. Nuk kanë enë për ta tymosur siç duhet. Atëherë çfarë bëjnë? Zhvendosin të gjithë kampingun pranë kufomës. Han gjithçka që munden në ditët e para. Ndajnë me grupe fqinje që shfaqen të tërhequr nga lajmi. Dhe kur mishi mbaron, vazhdojnë përpara. Ky nomadizëm nuk është i çrregull. Hadzabe e njohin territorin e tyre siç njihni ju shtëpinë tuaj. E din saktësisht se ku mund të gjejnë ujë në çdo sezon. Cilat pemë prodhojnë fruta në cilën kohë. Ku derat zakonisht strehohen gjatë vapës së ditës. Ku bletët ndërtojnë kosheret e tyre në trungjet e zbrasta të baobabëve. Kjo njohuri intime e peizazhit transmetohet gojarisht përmes historive dhe përvojës së drejtë për drejtë. Marrëdhënia me mjaltin është veçanërisht magjepsëse. Hadzabe kanë zhvilluar një partneritet unik me një zog të quajtur treguesi i madh, i njohur lokalisht si udhërrëfyesi i mjaltit. Zogu arrin të lokalizojë kosheret e bletëve, por nuk mund të ketë qasje të dylli dhe larvat që dëshiron të hajë. Njerëzit arrin të hapin kosheret, por e kanë të vështirë t'i gjejnë ato në mes të vegjetacionit të dendur. Zgjidhja? Bashkëpunim ndërlojor. Zogu thërret gjuetarët me një këngë specifike. Burrat përgjigjen me vërshëllima. Treguesi pastaj fluturon nga pema në pemë, duke ndaluar gjithmonë për të kontrolluar nëse njerëzit po e ndjekin. Kur arrin te kosherja, ulet dhe pret. Hadzabe ngjiten në baobab duke përdorur kunja të ngulura në trung si shkallë, dëbojnë bletët me tym, mbledhin mjaltin dhe lënë një pjesë të dyllit dhe larvave për zogin. Të dy dalin të fituar. Ky partneritet ekziston prej kohësh të mjaftueshme saqë sjellja është e koduar gjenetikisht të zogu. Nuk është i trajnuar. Është instinkt i formësuar nga mijëra gjenerata bashkëjetese.
Mjalti mund të përfaqësojë deri në 20% të dietës hadzabe në kohë të caktuara të vitit. I pasur me kalori, sheqerna dhe enzima, ai ofron energji të shpejtë për kërkesat fizike të jetës në pyll. Por ndryshe nga mishi, mjalti ka gjithashtu një dimension social special. Gjetja e një kosherje veçanërisht të bollshme është motiv për festim. Zbuluesi fiton prestigj të përkohshëm, megjithse vjelja ndahet në mënyrë të barabartë. Ju mund të jeni duke menduar se kjo jetëgjuetje konstante është brutalisht raskapitse. Të dhënat shkencore tregojnë një histori tjetër. Studiuesit nga universiteti duke kaluan vite duke matur shpenzimin kalorik të hadzabe me pajisje të teknologjisë së fundit. Rezultati tronditi komunitetin shkencor. Pavarësisht se ecin mesatarisht midis 6 dhe 15 kilometra në ditë, duke mbajtur harqe, shigjeta, pre të vrarë dhe fëmijë, hadzabe shpenzojnë afërsisht të njëjtën sasi kalorish ditore sa të rriturit sedentar në vendet e industrializuara. Trupi njerëzor përshtatet. Sa më aktiv të jeni rregullisht, aq më efikas bëhet metabolizmi juaj. Sa më shumë të rrini pa lëvizur, aq më shumë kalori shpenzon trupi juaj duke u përpjekur të mbajë funksionet bazë. Kjo rrezon narrativën e zakonshme se paraardhësit tanë bënin jetë mjerisht të vështira derisa shpikëm qytetërimin. Hadzabe punojnë dukshëm më pak orë në ditë se sa mesatarja e punëtorëve modern. Mëngjeset e tyre i kushtohen gjuetisë ose mbledhjes. Pasditet e tyre shpesh përfshin pushim, socializim, prodhim mjetesh. Nuk ka shef që kërkon produktivitet. Nuk ka orar biznesi. Nuk ka fundjavë sepse nuk ekziston java e punës nga e cila duhet të pushohet. Struktura sociale është radikalisht e barabartë. Nuk ekziston lider formal. Vendimet merren me konsensus informal. Nëse dikush nuk pajtohet me një zgjedhje të grupit, thjesht largohet dhe bashkohet me një kamping tjetër. Nuk ka ndëshkim. Nuk ka pakënaqësi. Fluiditeti është total. Martesat ndodhin pa ceremoni formale. Divorcet gjithashtu. Fëmijët i përkasin komunitetit po aq sa prindërve biologjik. Çdo i rritur mund të disiplinoj ose të ushqejë çdo fëmijë. Kjo mungesë e hierarkisë konfuzon vëzhguesit e jashtëm të mësuar me struktura pushteti të qarta. Kush vendos kur kampingun lëviz? Të gjithë dhe askush. Dikush sugjeron se gjuetia është e pakët në rajonin aktual. Të tjerët pajtohen ose nuk pajtohen. Biseda vazhdon derisa del një drejtim që shumica e pranon. Ata që nuk pajtohen mund ta ndjekin grupin gjithsesi ose të nisen vetëm. Nuk ka votim formal. Nuk ka autoritet për të imponuar vendime. Kohezioni vjen nga ndërvarësia praktike, jo nga ligjet apo ndëshkimet. Konfliktet, kur ndodhin, rrallë përshkallëzohen në dhunë fizike. Arma më e fuqishme në një shoqëri hadzabe është reputacioni. Një burr që nuk e ndan siç duhet gjuetinë e tij, që gënjen për aftësitë e tij, që trajton keq më të dobëtit, gradualisht humbet respektin e të tjerëve. Njerëzit ndalojnë së dëshiruari të gjuajnë me të. Gratë shmangin lidhjet me të. Në një mjedis ku bashkëpunimi është fjalë për fjalë çështje jete a vdekjeje, të shihesh keq nga grupi barazohet me një dënim me ekzil. Ky fluiditet shtrihet edhe në vet identitetin fisnor. Hadzabe nuk kanë mit origjine që i ndan nga popujt e tjerë. Gjatë shekujve kanë përfshirë individ nga fiset fqinje që kanë zgjedhur të adoptojnë mënyrën e tyre të jetesës. Bujq të rënuar nga thatësirat. Barinj që humbën kopet e tyre. Edhe të arratisur nga konfliktet në rajone të tjera. Nëse jeton si hadzabe, gjuon si hadzabe, flet gjuhën dhe ndjek zakonet, ti je hadzabe. Biologjia ka më pak rëndësi se praktika. Gjuha hadzane është ndoshta një nga më të vjetrat që ende fliten në bollë. Përmban tinguj klikues që nuk ekzistojnë pothuajse në asnjë gjuhë tjetër jashtë Afrikës Jugore, ku popujt Khoisan përdorin sistem të ngjashëm. Por analizat gjuhësore konfirmojnë se hadzane nuk ka lidhje me gjuhët Khoisan. Është një gjuhë e izoluar. Një relikt nga koha kur diversiteti gjuhësor njerëzor ishte pakrahasimisht më i madh se sot. Për një dev të egër, asgjë nga këto nuk ka rëndësi. Kafsha nuk e di se po ndiqet nga lidhja e fundit direkte me parahistorinë njerëzore. Nuk e di se shigjeta që e godet mbart helm të zhvilluar për gjatë më shumë gjeneratave se sa çdo ilaç modern. Nuk e di se mishi i tij do të ndahet sipas parimeve të barazisë që filozofët perëndimor ende përpiqen t'i përkufizojnë në teori.
Deri thjesht ikën, fshihet, përfundimisht bie. Dhe Hadzabe thjesht vazhdojnë. Por edhe për sa kohë, në 50 vitet e fundit, territori Hadzabe është kurrur me 90%. Fermerët pushtuan fushat pjellore. Baring Datoga sollën mira krerë gjellë që konkurrojnë me faunën e egër për ujë dhe kullota. Plantacionet e qepës u përhapën në brigjet e liçenit e Yasi, duke shndërruar zonat e gjuetisë në fusha bujqësore të ujitura. Çdo hektar i konvertuar në bujqësi është 1 hektar më pak për të gjuajtur. Çdo kope që kalon tremb prejem potenciale. Çdo pus i hapur për ujitje than burimet natyrore nga të cilat varen kafshët. Presioni është konstant dhe vjen nga të gjitha drejtimet. Nga veriu, zgjerimi turistik i lidhur me parkun kombëtar të Serengeti dhe kraterin e Ngorongoro tërheq investime në infrastrukturë që fragmentojnë habitatin. Nga jugu, fiset bujqësore si Isanzu përparojnë gradualisht në kërkim të tokave të reja të punueshme. Nga lindja, Baring Datoga kanë nevojë për kullota gjithnjë e më të mëdha për kopet e tyre në rritje. Hadzabe mbeten fjalë për fjalë të shtypur në mes. Ironia është brutale. Hadzabe jetojnë prej 50.000 vjeçarësh në këtë rajon pa i shtëruar kur burimet e tij. Kur nuk kanë shpyllëzuar. Kur nuk kanë ndotur. Kur nuk kanë shfarosur lloje. Gjurma e tyre ekologjike është praktikisht zero. Dhe tani shtyhen drejt skajeve nga popuj, praktikat destruktive të cilëve kërkojnë zgjerim territorial konstant për të kompensuar shterimin e asaj që tashmë zën. Qeveria tanzaniane njohu të drejtat territoriale formale të Hadzabe në vitin 2011, duke garantuar më shumë se 20.000 hektar në rajonin e Jajda Chini. Ishte një fitore e rëndësishme, por e pamjaftueshme. Territori i garantuar përfaqëson një fraksion të asaj që paraardhësit e tyre përshkonin lirisht. Dhe madje brenda këtyre kufive zyrtar, pushtimi vazhdon. Baringt injorojnë kufit. Gjuetarët pa leje me armë zjarri shimtojnë popullsitë e preve. Mbikëqyrja është e dobët kur ekziston. Disa Hadzabe kanë braktisur jetën tradicionale. Punojnë në ferma fqinje për paga minimale. Shesin punime artizanale për turistët që vinë me xhipa me kondicioner. Pozojnë për foto në këmbim të bakshisheve. Mësuan se bota e jashtme e vlerëson ndryshimin e tyre si spektakël më shumë se sa si një mënyrë jetese legjitime. Për shumë të rinj, joshja e rrobave, celularëve dhe motorëve është më e fortë se thirrja e pyllit. Nga 1300 Hadzabe që ekzistojnë sot, vetëm 300 deri në 400 jetojnë ende ekskluzivisht nga gjuetia dhe mbledhja. Janë këta që zgjohen para agimit, kontrollojnë shigjetat e tyre të helmuara dhe dalin në kërkim të derave të egër pa asnjë garanci suksesi. Janë këta që flenë në yje, ndajnë çdo kafshat ushqimi dhe lëvizin kampingjet e tyre sipas sezoneve. Janë këta që ruajnë një uri që asnjë libër nuk i ka regjistruar kur siç duhet. Hadzabe nuk grumbullojnë pasuri sepse nuk kanë nevojë t'i provojnë asgjë askujt. Nuk ruajnë ushqim sepse besojnë se toka gjithmonë ofron. Nuk ndërtojnë shtëpi të përhershme sepse liria e lëvizjes vlen më shumë se muret. Për 10.000 gjenerata, ky popull u rezistoi perandorive, kolonizatorëve, misionarëve dhe qeverive që u përpoqën t'i shndërronin në fermer, në të krishterë, në qytetar të sjellshëm. Të gjithë dështuan. Ndoshta ajo që e shqetëson më shumë botën moderne rreth Hadzabe nuk është varfëria e tyre materiale. Është fakti se ata duken vërtet të lumtur pa asgjë nga ato që ne i konsiderojmë thelbësore. Studimet shkencore të universitetit duke konfirmuan diçka shqetësuese, pavarësisht se ecin kilometra çdo ditë duke gjuajtur dhe mbledhur, Hadzabe shpenzojnë të njëjtën sasi kalorish sa njerëzit sedentar në zyrat me kondicioner. Trupi njerëzor përshtatet. Ajo që nuk përshtatet është shpirti i mbytur nga teprica e komoditetit. Herën tjetër që do të hapni një frigorifer të plot në orën 3 të mëngjesit duke u ankuar se nuk ka asgjë për të ngrënë, kujtohuni. Ekziston një popull që zgjohet para diellit, ecën zbathur mbi gur, përballet me gjarpërinë dhe akrepa, prodhon helm nga bimët, gjurmon derat e egër për orë të tëra, dhe përsëri e konsideron çdo vakt një bekim të përbashkët. Hadzabe nuk janë relikte të së kaluarës. Janë një pasqyrë që tregon se sa shumë kemi humbur ndërsa fitonim.